media të nderuar kolegë deputet PDK-s, qytetarët Kosovës që po na ndihni nga kjo sollë e Kuvendit Republikës Kosovës, e cila vazhdon të jetë pas një dyshim marrja më e madhe që ka kaplu partinë politike që i ka fitu zgjedhjet, e cila po i thëm tash qysh na thoj ke neve është struk dikon në zyret e veta, e po na ndëgjon çka do të themi këtu, e po mendon që ne do të lodhemi, do të mendon që këto veprime tona nuk do t'i bëjmë për shkak se mund mu po ndryshe apo kështu, po na s'kem punë tjetër, nuk kem detyrë tjetër, veç se marrë në vendin ton, në karrikën ton, në sallën ton, që na ka besu qytetari i Kosovës me votën e vet, që na ka dhënë sovrani edhe cili i kërkon me plot të drejtë prej neve, kudo që jemi në rrugë, në institucione, me na thonë themelon institucionet. Qytetarët Kosovës sot i kam dy porosit vetme. Konstituimi i Parlamentit Republikës Kosovës nuk lidhet me asgjë. E ka vetëm një kusht, dhe ai kusht është neve që jemi zgjedhur deputet, jemi certifiku prej KQZ-s me na verifiku mandatet. Kjo ka ndodhur. As një kusht tjetër, as ligjor, as kushtetues, as politik, nuk ekziston mos me ardhë me themelu këtë institucion të Kosovës. Mos konstituimi i këtij institucioni është sikur më dashur mos me bë hapin e parë. E për pa e bë hapin e parë, nuk mundesh me e bë as dytin, as me mrrini kilometrshin, as me përfundu maratonën, e as gjë tjetër në jetë. Pra Albin Kurti sot e ka nal Kosovën, mos me nal, mos me bë hapin e parë. Dhe ne jemi këtu me thirrje me bë hapin e parë dhe me ndodh marrëveshjet politike. Si aleancë, ne jemi pro konstituimit të kuvendit. Ne jemi pro zgjedhjes së presidentit. Ne do t'i ofrojmë 7 vota tona në këmbim jo të pjesëmarrjes qeveri e as të një pozicioni tjetër, vetëse të miratimit të 6 pikave. Këto 6 pika kur nuk janë diskutuar. Letrat që na kanë dërguar parti politike kanë qenë tentim me na fut në diskursin e tij politik për benefitet e tija politike dhe publike, po që s'kemi pranu. Na e kemi një kërkesë thjesht, vepro, deklaro për 6 pika tona. Ende nuk ka pas asnjë deklarim zyrtar. Pra zoti Kurti përveç votave të veta, të partnerëve të vet, i ka edhe votat e aleancës për me zgjedh presidentin. Po nuk po don me zgjedh presidentin, shkak se ai don logjikën e tij që na lodhmi, po nuk e kem plan me u lodh, se kem besim. Logjikën e tij se ne gjonizohemi, po nuk e kem plan me u gjonizu. Në logjikën e tij që ai duke marrë kohë na vendos para një akti të presionit për zgjedhje me 27 dhjetor, kur ai po mendon që do të fiton. 27 dhjetori do të jetë humbja e tij më e madhe në herë që e ka pas. Ju falenderit.